Ajo që ka tha ministrja dhe u provu me umbrojt nga pushteti aktual dhe deputet që i përfaqësojnë 51% të qytetarëve, le të kuptohet që këta nuk e kanë problem me vjedh. A diçka kanë problem? Probleme kanë me i zonë të vjedh. Ky është problemi i lëvizjes vetëvendosje. Në fjalinë e fundit tuaj, ministre, tha që 20 vjet nuk është bërë asgjë. Që po t'i tregoj veç 3 fakte. Në vitin 2006, pra nëse kthehem 20 vjet mas, Kosova ka qenë 2 orë me rrymë e 4 orë pa rrymë. Pro reduktimet kanë qenë pjesë e përditshme e jetës. E në vitin 2006, Kosova ka funksionu vetëm me 2 termocentrale. Kosova A, që ka qenë me njësi të viteve 60-ta, dhe Kosova B me shumë probleme teknike. E ky sektor, për informatën tënde, në këtë vit, është administru nga UNMIKO, pro nuk e pas shtet. E sot zojën të rume ki. Ministre, sot problemi është vendos të çmimi e të hajnia, jo të rryma. E pranove vetë që nuk i ide as për të ndera që i bën lëvizja vetëvendosje dhe une të besoj që ti s'ki ide e as nuk u zënë me folë. Po kjo nuk të shfaqson ty e ndërume nga përgjithësia, sepse je ministre. A din sot me na tregu vetëm disa fakte të kthehemi në kohën mas. Pse u shkarku Shemsi Haziri nga detyra e hetuesit bashkë në kohën kur ishte duke u hetu Martin Berishaj e Nageb Krasniqi? Pse ky pushtet bëri presion mbi policët hetues, të cilët e kërkuan konfiskimin e telefonit të Nageb Krasniqit bashkë në kohën kur hetoheshin dallaveret në energji? Ministre, ndërkohë që sot qytetarët mezi e paguan faturën, dikush se dia i ndjeni që po bëhet me miliona. Faktet, ministre, i ki brutale. Pa i diskutu 20 milion që sot nuk u përmenën të nderit sekret, po ndalëm vetëm të 3 ditë të muajit prill. A e din që me datën 8 prill, keni blerë më shumë se 500.000 euro energji. Me datën 9 prill, keni pagu më shumë se 620.000 euro. Me datën 10 prill, më shumë se 700.000 euro. Pra, për 3 ditë, ke pagu më shumë se 2 milion euro rrymë. Vazhdoj me datën 12 prill. Një fakt, brenda 24 orëve, janë shpenzu saksisht 458.000 euro blerje në energji elektrike. Pra, për 5 ditë, i ki më shumë se 3 milion euro. Sot na thu që tregu është i lirë. Jo, ministre, tregu është i kapur. Na thoni që ka konkurencë. Jo, ministre, është ndarja e fitimit në mes të fortëve. Dhe e vërteta, për qytetarin e thjeshtë është se sa ma pak konsumon, aq më shumë paguan. E sa më shumë bën kursim, aq më të lartë ka faturën. Ky fakt, sot s'ka të bëjë me ekonomi, por ka të bëjë me mashtrim të pastër. Dhe kush përpasrohet, sot e dim të gjithë, e ti e din mas mire. Fatkeqësisht sot nuk kemi institucione, e nuk kemi as mbikëqyrje, por kemi mafi energjetike, e që shteti, të cilin aktualisht e udhëheqni ju, është bërë garant i këtij sistemi. E qytetarë të dashur, ju duhet ta dini që kjo është skem. Vetë fakti që ne kemi ftu këtë seancë sot, tregon që qytetari sot nuk është viktim pa zë. Mos harroni se qytetari i cili na dëgjon sot e na voton nesër, është arsyeja pse jemi këtu të gjithë. E ju i keni 51%. E fatkeqësisht ju nuk jeni me qytetarin, por jeni me milionat e errta. Faleminderit.